Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje. Selam aleikum. Ja ku jemi së bashku edhe sonte në Z Podcast. Si çdo të premtë tjetër duke filluar nga ora 20 jemi së bashku me ju. Tema nga më interesantët. Jemi akoma në muajin Ramazan. Një ritual shpirtëror por që lidhet të ngushtë me trupin. Pikërisht ne do të flasim për këtë pjesë, se çfarë ndodh trupit gjatë agjërimit apo Ramazanit në përgjithësi. Dhe për këtë temë me ne në studio sonte është doktoresh Misharef Sylbie, cilës i dëshiroj mirëseardhje. Nderuar, mirëseardhje. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, gjithashtu faleminderit edhe për një program kaq përmbajtësor edhe për përgatitjen e juaj. Faleminderit juve për gatishmërinë për shtjelluar një temë kaq të rëndësishme. Është e rëndësishme vedia se çfarë ndodh me trupin ton dhe meqense se jemi në pjesën e Ramazanit përgjithësi, por agjërimit specifikisht, çfarë ndodh trupit kur një person agjeron? Bazuar në një numër të madh të hulumtimeve ndërkombëtare, është parë që agjërimi ka rol të rëndësishëm në aspektin e mjekësisë preventive, për shkak se ofron një mundësi për të arritur deri te ekuilibri fiziologjik i organizmit ton. Personat të cilët agjerojnë mbesen pa ushqim edhe pa lëngje për një periudhë kohore prej 12 deri në 18 orë, varësisht prej gjeografisë ose varësisht prej kohës në të cilën agjerohet Ramazani në vitin e caktuar. Kjo mundëson që organizmi ynë të kalojë nëpër disa faza më ndryshe të metabolizmit se sa që ndodh në periudhën jashtë Ramazanit, po gjithashtu edhe është me rëndësi të theksohet se organizmi ynë parimisht funksionon përmes mekanizmave të adaptimit në situata të caktuara. Ramazani është një prej këtyre periudhave kur trupi ynë adaptohet në kushte të reja për një funksionim më të mirë. Përveç aty në fazave të metabolizmit, ka faza tjera të cilat mund të përkufizojmë trupin gjatë agjerimit? Organizmi ynë gjatë agjerimit fillon të shfrytëzojë në mënyrë aktive glukozën e cila qarkullon lirshëm në gjak. Me një farë forme kemi një ndjeshmëri më të rritur ndaj insulinës edhe bie niveli i glikemisë. Gjitha këto kontribuojnë që në etapën e dytë organizmi të mund të fillojë me shfrytëzimin e yndyrës, metabolizmin e yndyrës si burim primar të energjisë për të. Kjo sjell deri te një ulje e indeksit të masës trupore tek personat të cilët agjerojnë. Gjithashtu ka edhe ndryshime tjera të cilat mund të emërtohen si detox, si mekanizmi autofagjisë, apo edhe të tjera të ngjashme që kontribuojnë në imunitetin edhe në uljen e inflamacionit në trup. Përmendet detoxin, çfarë realisht që të jetë qartë edhe për një dëgjues që nuk ka shumë njohuri ndoshta në këto tema, çfarë është një detox dhe kemi dëgjuar shumë në këtë pjesën e agjerimit. Është e vërtetë që është një detox agjerimi? Bazuar në një prej definimeve të shumta të detoxit, detoksi përshkruhet si një proces fiziologjik ose edhe psikologjik në të cilën organizmi njeh, neutralizon edhe largon mbetjet e ndryshme, produktet e fundit të metabolizmit, shprehit e caktuara apo kallëpet përmes të cilave ne veprojmë. Bazuar në këtë definim, po, agjerimi mund të konsiderohet detox, për shkak se gjatë agjerimit kemi ndryshim të metabolizmit, përveç kësaj zhvillohet procesi autofagjisë, e cila bën shkatrimin e qelizave të cilat janë të dëmtuara apo të vjetruara. Bazuar në një hulumtim të Universitetit të Kalifornisë, është parë që agjerimi ka kontribut të rëndësishëm në sistemin ton imun. Qelizat imune të vjetra, të cilat janë dëmtuar gjatë funksionimit në organizmin ton, shkatrohen gjatë procesit të agjerimit. Kjo për shkak se organizmi ka nevojë të kursej energjinë dhe këtë arrin përmes këtij procesi të shkatrimit. Qelizat imune të cilat janë të dëmtuara kthehen në palcën kockore, ato regjenerohen dhe dalin përsëri në qarkullim të gjakut. E gjithashtu gjatë kësaj kohe palca kockore prodhon edhe qelizat të reja të sistemit imun, të cilat neve na mundsojnë imunitet më të fortë. Okay. Gjitha këto ndryshimet mund të jenë negative, nëse jo, cilat janë ato benefitet kryesore që kishe me i rendit të agjerimit, që ndodhen në trupin e njeriut sigurisht. Ndryshimet të cilat ndodhen gjatë agjerimit në organizëm mund të jenë negative nëse
personi është i pa informuar për gjendjen e vet shëndetësore paraprakisht. Gjithashtu nëse nuk i kujdeset ndaj disa faktorëve të cilët kanë rëndësi të madhe për secilin person që agjeron. Me këtë nënkuptoj ciklin gjumëzgjim së pari, pastaj kujdesin racione të balancuara të ushqimit në intervalin mes iftarit edhe syfyrit e të ngjashme. Përmendë disa kategori të njerëzve. Ka njerëz që ndoshta nuk mund të agjerojnë dhe si ta dinë që nuk janë në gjendje. Dëshira e madhe bën që ndoshta të tentojnë. Si ta dinë atë vijën ndarë se kur të mos tentojnë, të mos provojnë? E thatë shumë mirë, ndonjëherë që motivimi i tepruar i pacientëve për të agjeru i bën ata që t'ja anashkalojnë rreziqet e caktuara mjekësore. Në situata të tilla vazhdimisht referoj për një manual të British Islamic Medical Association, që bën ndarjen e pacientave varësisht prej grupit riskut. Ata që janë me risk shumë të lartë edhe risk të ulët. Pacientët me risk të ulët mund të agjerojnë lirshëm, ndërsa për kategoritë të tjera nevojitet një konsult me mjekun specialist të fushës përkatëse. Preferohet kjo konsult me u bë disa javë para muajit të Ramazanit, në mënyrë që ata të jenë të informuar për dozimin e terapisë, për kushtet të cilat duhet i plotësojnë për të mujtë të agjeru gjatë muajit të Ramazanit, gjithashtu edhe për alternativa tjera nëse është e nevojshme për të mos agjeru, bima preferon që pacientët të konsultohen me prisit fetar. Një shqetësim i shpesht që ndoshta e vrem jo vetëm në ditët e para, por edhe tutje, veçanërisht gjatë stinës verore, është kokëdhimbja. Pse ndodh? Kokëdhimbja është një prej atyre ankesave cila mund të ndikohet prej një sër faktorësh. Nëse nuk kemi të bëjmë me pacient, por shqyala për një person deri atëherë të shëndetshëm i cili ka kokëdhimbje në ditët e para të Ramazanit, pritet që kjo të jetë për shkak të uljes së sasisë lëngjeve në organizëm, për shkak të mungesës së kafeinës, për shkak të hipoglykemisë, domethënë uljes niveleve të sheqerit në gjak, ose për shkak të çrregullimeve në ciklin gjumëzgjim. Në të gjitha rastet, kokëdhimbja është ajo ankesa e cila mas lehti menaxhohet. Hidratimi i duhur, marrja e sasisë së nevojshme të lëngjeve, 8 deri në 10 gota ujë në intervalin mes iftarit deri në syfër, e cila pihet nga pak edhe vazhdimisht, mund të ndihmojë që ta përballoni ma lehtë ditën e nesërme. Marrja e racioneve të balancuara në aspektin e sheqernave, karbohidrateve ndihmon gjithashtu. Nëse është fjala për mungesë të kafeinës, atëherë personat preferohet që gradualisht para Ramazanit ta ndërprejnë përdorimin e kafes, çajit ose edhe produkteve tjera me kafeinë, në mënyrë që gjatë Ramazanit ta përballojnë ma lehtë një mungesë të tillë. Kafja e çaji mund të përdoren mbas iftarit të shoqëruara me ujë. Nëse kemi të bëjmë me çrregullimet e cikleve gjumëzgjim, atëherë mund të ndihmojë edhe gjumi gjatë ditës, domethënë në mesditë. Përveç këtyre, cilat janë gabimet që ndoshta i ke parë që praktikohen gjatë Ramazanit ose disa pjesë tjera që nuk praktikohen dhe që ti sugjeron për një Ramazan sa më të mirë? Po flasim edhe jashtë agjerimit, edhe aktivitete dhe pjesës tjera gjatë këtij muaji. Ramazani, ndër të tjerash, mund edhe të na sistemoj ditën më ndryshe edhe me një mënyrë më efektive se sa periudha jashtë Ramazanit, nëse kemi kujdes në faktorë të caktuar. Për shembull, pikë së pari e vendos gjumin në balancë, secili e ka një interval të caktuar të gjumit në mes të orëve të caktuara, e cila ndoshta është vështirë për dikën me u apliku në periudhën jashtë Ramazanit. Shujtat janë të rregullta, secili ka orën fikse të iftarit edhe syfyrit që nënkupton 2 shujta në ditë. Ndoshta mund të preferohen edhe ushqime tjera në ndërmjet. Kjo është diçka pozitive. Në aspektin emocional ka ndikim pozitiv, për shkak se ndikon në rritjen e sekretimit të disa neurotransmiterëve, të cilët kanë rol në ulje të ndjeshmërisë në dhimbje, pastaj në motivim, në kujtesë, në neuroplasticitet ose në aftësitë adaptive të trurit. Shumë njerëz gjatë Ramazanit, përveç kokëdhimbjes thonë se gjatë Ramazanit ndihen më qetë. Cili është shpjegimi biologjik nëse veç ka për këtë pjesë? GABA edhe glicina janë 2 neurotransmiterë të rëndësishëm të cilët rriten gjatë muajit të Ramazanit
ose edhe gjatë agjerimit në periudha më të shkurta, kur personi mbetet pa ushqim. Kjo e shpjegon atë ndjenjën e qetësisë ndër të tjerash në muajin e Ramazanit. Por çfarë me dehidrimin? Sa është i rëndësishëm? Ai përmendet pak a shumë me sasitë e gotave të ujit, është i njëjtë për të gjithë njerëzit? Jo, nuk është i njëjtë për gjithë njerëzit, sepse ne ujin përveç që marrim prej, domethënë si ujë, mund ta marrim edhe përmes lëngjeve, supës ose edhe ushqimit. Në situatë tillë nuk mund të themi se është e njëjtë për gjithë nevoja, po 8 gota janë minimumi i cili parashihet për persona të shëndetshëm. Personat me terapi që dëshirojnë të agjerojnë, si t'ja bëjnë? Është një numër i madh i smundjeve të cilat kërkojnë terapi medikamentoze, po ashtu ekzistojnë edhe medikamente me forma të ndryshme, me përmbajtje të ndryshme edhe metoda të ndryshme të administrimit. Në situatë të tillë është vështirë që të jepet një mendim për të gjithë, nevojitet konsulta e mjekut specialist, po në vija të trasha tek persona të cilët e kanë vetëm një dozë të terapisë, edhe që janë në kuadër të kategorisë me risk të ulët, ata mund të agjerojnë lirshëm pa e pasur ndonjë shqetësim, duke u përmbajtur këshillave të doktorit të tyre. Ndërsa nëse kemi të bëjmë me pacient me risk të lartë, e jo shumë të lartë, ata në momentin që përdoren terapi e cila dozohet 2 herë në ditë ose më tepër herë në ditë, ka rëndësi që në konsultim me mjekun e tyre të vendosin për kohën kur do të merret terapia, domethënë para ngrënies, gjatë ose pas, e gjithashtu ka rëndësi që të merret mendimi i doktorit për alternativa tjera në lidhje me përdorimin e ndonjë terapie me veprim të zgjatur, që të mund të reduktohet edhe numri i dozave. Cilat janë ato simptomat e para që personi duhet t'i vrej që të ndërpres agjerimin? Nëse kemi të bëjmë me pacient, duhet kemi një qasje ndryshe, ndërsa nëse kemi të bëjmë me persona të shëndetshëm, atëherë duhet kemi një qasje më ndryshe. Simptomat e cilat janë të pritshme, pak a shumë të secili, duke mos qenë pacient, janë një tharje e lehtë e gojës, një lodhje e lehtë, ndonjëherë një marramendje e lehtë, kokëdhimbje, të cilat pritet që të jenë normale. Ndërsa në momentin që kemi të bëjmë me pacienta, agjerimi preferohet të ndërpritet nëse kemi të bëjmë me ankesa të sistemit kardiovaskular, për shembull shtrëngime në gjoks, dhimbje në shpatull, dhimbje në nofull, dhimbje në shpinë, rrahje të shpeshta të zemrës, çrregullime të vetdijes. Tek sistemi renal, nëse ka pacienti urinë me ngjyrë të errët, ose nëse nuk urinon më rrallë se sa zakonisht, ka etje të tepruar, atëherë është mirë të ndërpritet agjerimi. Tek pacientët me probleme të sistemit endokrin, kryesisht më e njoftuna është diabeti. Në momentin që pacienti ka çrregullime të vetdijes, djersitje, dridhje, duhet të ndërpritet agjerimi. Në situata të tilla është mirë të kryhet edhe konsulta me mjekun. Krahas këtyre është mirë tek pacientët e caktuar me patologji të sistemit nervor të kemi kujdes për ndonjë humbje të vetdijes, çrregullime të tjera të vetdijes të tipit përgjumjes, jo gjithmonë munden me qenë normale. Gjithashtu çrregullimet në ecje, në lëvizje, çrregullime të caktuara shqetësore janë të rëndësishme që të evidentohen sa më herët. Është afërmend se sikur rëndësia në pjesën e parë të Ramazanit jetë e ngjashme edhe në fund. Meqense jemi ka fundi Ramazanit, është po besoj e rëndësishme dhe kjo pjesa pas Ramazanit si t'i qasemi trupit nëse e po formuloj drejt, pjesa aktiviteteve, ushqimeve, agjerimit dhe të gjitha. Si e sugjeron ti çfarë duhet të bëj një njeri me tipare të shëndoshëm? Periudhën pas Ramazanit duhet ta shohim si një periudhë tranzitore. Gjithashtu edhe periudhën e para Ramazanit duhet ta shohim si të tillë. Duhet kemi kujdes sidomos në periudhën e Bajramit, të mos e mbingarkojmë organizmin me gjithçka që është e tepërt. Për shembull, preferohet që të shmangim ëmbëlsirat, pijet
me përmbajtje më të lartë të sheqerit. Të vazhdojmë me shprehit pozitive të cilat i kemi fituar gjatë Ramazanit, qoftë në stilin e jetës, qoftë edhe në ushqim, për të penguar ndonjë komplikim të mundshëm, siç është rritja e peshës trupore, çrregullime të ndryshme të metabolizmit, të cilat mund të jenë të pritshme nëse mbi ngarkohemi në këtë periudhë pas përfundimit të Ramazanit. Po si ta dim nëse po mbi ngarkohemi ose jo, në sasi, në formë të mirë ngrënies apo si? Sasia ka rëndësi, por gjithashtu edhe cilësia ka rëndësi. Për shembull, nëse gjatë periudhës së Ramazanit preferohet që gjatë javës të përdorim të ham 2 herë ëmbëlsira, atëherë në periudhën e pas Ramazanit nuk bën që gjatë ditës të ham 2 herë ëmbëlsira dhe 3 shujta tjera të rregullta, e të ngjashme. Domethënë edhe sasia po edhe cilësia e ushqimit ka rëndësi shumë të madhe. Cilat janë këshillat e juaja për ruajtjen e peshës mesatare dhe pas Ramazanit, për personat që ndoshta kanë bën peshë më fleksibile gjatë Ramazanit dhe që në ta vazhdojnë të njëjtën. Shujtat e balancuara për ka aspekti i përmbajtjes janë element shumë i rëndësishëm. Karbohidratet, sheqernat, yndyrnat edhe proteinat janë element përbërës i ushqimit që organizmit i mundsojnë në marrjen e materieve të nevojshme për ushqim. Në anën tjetër, ushqimet e ultraprocesuara, që i quajmë ndryshe, ushqimet e paketuara, ushqimet që përmbajnë yndyrat të ngopura, kanë me pas një kontribut negativ në ruajtjen e indeksit të masës trupore, të cilën ne mund të arrijmë gjatë muajit të Ramazanit. Për gjatë shqyrtimit literaturës vërejta që agjërimi përveç që është edhe në religione tjera, ishte edhe të njerëzve të mëdhenj si Churchilli e të tjerë, të mos përmeni emra të përveçëm. E sugjeroni ju si doktoresh që të vazhdojt edhe pas Ramazanit me në intensitet të njëjtë, agjërimi është pjesë e përmbylljes ndoshta të Ramazanit? Agjërimi është mirë që të filloj para Ramazanit, ndoshta me ndërprerje ose me intensitet më të pakt për të mundsuar një periudhë të adaptimit të organizmit. Gjatë Ramazanit vazhdon si një muaj, ndërsa pas Ramazanit preferohet gjithashtu të vazhdoj për të mos humb lidhjen me një stil tjetër që është më i shëndetshëm edhe më i përshtatshëm për neve. Doktoresh, falenderoj për gjitha këto këshilla dhe sqarime që na i dhat. Faleminderit që keni marrë rrugë të gjatë për u bërë pjesë e emisionit Z Podcast sonte. Faleminderit edhe juve shumë, po shpresoj që emisioni të jetë i dobishëm për gjithë shikuesit. Ne do qofshi. Dashur miq, është ky episod i radhës se Z Podcast. Uroj të keni kaluar çaste të këndshme e të dobishme. Ne me kaq që përmbyllim këtë pjesë për të takuar javën tjetër në po të njëjtin kohë dhe në po të njëjtin vend. Deri atëherë mirëmbëjtje, natën e mirë, selam aleikum.